Përshëndetje ju që jeni këtu, përshëndetje të gjithë prindërve dhe të gjithë atyre që na ndjekin nga të gjitha rrjetet tona sociale dhe nga kanali jon zyrtar dhe biblioteka jon virtuale në YouTube, ashtu siç ju kemi njoftuar në vazhdimsi të traditës sonë të aktiviteteve ekstrakurrikulare dhe të formulës ajo që bisedojmë, ajo që flasim, është ajo që ne mësojmë. Sot kemi të ftuar në institucion një personazh i cili është një mik i institucionit, është një nga gazetarët më të fortë dhe profesionistë të media shqiptare, është një nga gazetarët më të fortë sepse është nga ato gazetarë që nuk ka pasur frikë të thotë me zë ato gjëra që thuhen dhe mendohen në zë dhe të përballet me të gjitha anët e sistemit që përballet media. Me shumë kënaqësi, sot kemi në Time Center të ftuar gazetarin Osman Stafa. Osman, faleminderit shumë që erdhe në Time Center. Paraprakisht, për të gjithë ata që na ndjekin, unë jam i detyruar të bëj një shpjegim paraprak. Këto formula bazohen në shprehjen që ajo që bisedoj, ajo që pyes, është ajo që unë mësoj. Kemi një parim, nuk ka që besoj do na japësh drejt si profesionist i fushës, nuk ka pyetje të gabuara, nuk ka pyetje të shëmtuara, ka përgjigje të gabuara. Nuk ka pyetje të gatshme, pyetjet kryesore si moderator dhe ato që kanë ardhur nga publiku do t'i bëj unë. Pyetjet e fëmijëve nuk ka pyetje të gatshme, fëmijët janë të lirë nxënësit janë të lirë të bëjnë pyetje, çfarëdo lloj pyetje që i vjen në mendje. Për ndonjë pyetje të gabuar në kuptimin që mund të vëri në vështirësi, ke të gjithë të drejtën të mos përgjigjesh. Unë s'kam asnjë pyetje që më vën në vështirësi, kështu që çfarë doni ju më pyesni. Gjithashtu dhe një sqarim tjetër, këto janë intervista të cilat ruhen në bibliotekën tonë virtuale dhe në të gjitha kanalet tona zyrtare, që janë me qëllimin për të shpërndar dije, informacion, për të shpërndar mendim. Ne si institucione kemi parim që është i ftuar të flasë kushdo pa asnjë censur dhe pa asnjë dallim, bindjeje, rrymë, bindje politike e tjerë. Jo domosdoshmërisht çdo gjë që ne themi këtu personifikon kurrikulat dhe pjesën editoriale të institucionit, është mendimi i pavarur i dy personave. Unë do t'i bëj të gjitha pyetjet që më kanë ardhur, do ta ndajmë në disa pjesë. Të falenderoj shumë që u bëre pjesë, pranove ftesën tonë dhe je në Time Center. Shumë faleminderit juve. Për të gjithë ata që s'të njohin, do doja të bëj një prezantim. Kush është Osman Stafa? Osman Stafa është një qytetar i këtij vendi që e do shumë Shqipërinë, bën një profesion që është ai gazetarit dhe çdo profesion në Shqipëri, pra kur të rriteni, mund të bëheni arkitekt, do bëheni politikan, do bëheni, nuk e di, mjek, por gjithmonë keni parasysh diçka, që përveç se do të jetë një punë që do ta bëni me shumë zell dhe me shumë përkushtim, asnjëherë të mos shisni parimet tuaja, që është dinjiteti, që është ndërgjegjja dhe fytyra juaj. Pra, përveç se do jeni të suksesshëm në gjithë ato çfarë bëni, mos harroni se i keni detyrim edhe Shqipërisë. Pra, ai flamuri kombëtar që ne kemi nuk kërkon që ne të korruptohemi, të shitemi, të shesim idealet tona, të pranojmë të keqen, por të pranojmë atë që është më e mira për shoqërinë tonë, që lidhet me të çuarit këtë vend përpara. Si çohet vendi përpara është shumë e thjeshtë. Nëse ne nuk korruptohemi, nëse ne nuk shesim kauza, nëse ne nuk dëmtojmë të tjerët, sadopak. Dhe duke e bërë punën që ne kemi sa më mirë, ashtu në heshtje, në përditshmëri dhe gjëja ecën sa më mirë. Si është të jesh gazetar i fortë sot në Shqipëri? Është një sfidë, ti je një gazetar i cili përballet me shumë situata. Për shembull, unë denoncoj situatat që lidhen me sistemin shëndetësor shqiptar. Sistemi shëndetësor shqiptar në Shqipëri ka shumë probleme, mungesa ilaçesh, mungesa medikamentesh, mungesa pajisjesh, dhe kjo bën që ne kur shkojmë tek spitali mos diagnostikohemi siç duhet, pra mos na gjendet smundja kollaj. Dhe çfarë bën kjo? Ne bëhemi më të smur. Për këtë arsye unë kam denoncuar fort, duke i thënë shtetit shqiptar, duke i thënë Ministrisë së Shëndetësisë që shiko, se ne do duhet i kemi ca kushte, disa ilaçe, të cilat nuk do duhet të mungojnë për njerëzit që kanë nevojë. Dhe kjo ka qenë betejë ime e vazhdueshme, që njerëzit kur shkojnë në spital të mos kenë mungesa medikamentesh,
pajisjes, të cilat diagnostikojnë, pra gjejnë se çfarë sëmundje kemi ne dhe se si ta trajtojmë atë. Pyetja kryesore unë do t'i bëj fillimisht, do ta ndajmë në disa pjesë, do t'i bëj për gazetarinë, ne kemi ke gazetaria, pastaj do ta lëm të gjitha pjesët ti e përfshir. A mendon se në Shqipëri ka më shumë gazetarë që lexojnë apo gazetarë që flasin? Në Shqipëri ka shumë gazetarë që lexojnë, por ka dhe gazetarë patjetër, sepse të lexosh do të pastaj të përkthehet edhe duke fol. Sepse unë gjithmonë e kam konceptuar dhe kur nuk e kam hequr librin nga dora, që i vogël, që kur kam qenë në atë klasën e 3, në klasën e 4, kur një mësuese më tha mua, ne i tha gjithë klasës, që tha nëse ju doni të bëheni më të mirë tek këtij vendi, do duhet të lexoni. Unë nuk e kuptoja dhe thoja, "Okej, unë meqense jam pak ambicioz, do bëhem më i miri i këtij vendi." Dhe çfarë bëja? Lexoja në pushimet e mia verore deri në 4-5 libra, të cilat ishin për moshën time, të cilat mund të jenë për moshën tuaj. Sepse ju mund të bëheni, po e them, prap, shkencëtar, mjek, politikan, por nuk do bëheni asnjëherë të suksesshëm nëse nuk lexoni libra. Lexoni libra, i riktheheni atyre librave pas disa vitesh, do merrni një kuptim tjetër, por mos hiqni dorë kurrë nga të lexuarit. E di sa të lexoni? Një faqe në ditë, për ata të cilët duan të kenë shumë lojëra, kanë shumë aktivitete, a mundeni ju ta lexoni një faqe në ditë? Një faqe në ditë është minimumi. Pastaj nëse doni më shumë dhe do ju tërheq libri, shkoni edhe 2, edhe 3, edhe 4, edhe 5, por asnjëherë mos e lini librin, sepse libri do ju ndihmojë juve të jeni qytetarët më të mirë të këtij vendi, të kthehemi tek ajo pjesa që unë thash në fillim, që të mos korruptoheni nesër kur t'jeni në përpunërat tuaja, ta respektoni flamurin kombëtar, sepse mendojeni kështu, sikur unë të vi tek shtëpia juaj dhe t'ju përzë juve, a do e pranonit ju? Po edhe Shqipërinë tonë, mendojeni sikur është shtëpia juaj. A do donit ju, sikur, pra edhe ju e tha që nuk do donit askush t'ju përzër nga shtëpia juaj, edhe ju nesër, kur të rriteni, kur të përballeni me idenë që s'keni punë, nuk keni këtë, nuk keni atë, do detyroni të largoheni nga Shqipëria. Siç ndoshta mund të keni vëllezërit tuaj, motrat tuaja, mund të keni, nuk e di, njerëz të tjerë në rrethin tuaj familjar. Ne duhet të jetojmë në Shqipëri, kemi një vend shumë të bukur, me male, me kodra, me det shumë të bukur. Dhe për këtë arsye, lexoni sa më shumë tani që të keni nënvetdije dhe vetdije shumë të rëndësishme nesër kur të rriteni, që të luftoni për këtë vend që të bëhet edhe më i mirë. Kalojmë me grupet e juaja të pyetjeve të para. Tani rregullin e dim, ngrejmë dorën, bëjmë pyetjen, dëgjojmë përgjigjen, pastaj vazhdojmë me radhë. Po Darse. Kush është lajmi më i rëndësishëm që ti ke bërë në gazeta? Lajmi më i rëndësishëm tani apo për gjatë gjithë karrierës time? Gjatë gjithë karrierës. Lajmi më i rëndësishëm gjatë gjithë karrierës time ka qenë për shembull që un kam ndërmarrë një nisëm, e cila është mbledhja e këtyre tapave të shisheve plastike. Këto i kemi grumbulluar me shumë vullnetar nga gjithë Shqipëria, edhe si nxënës si ju, dhe kemi mbledhur 5 ton e 437 kg. Vetëm tapa. Pra 5 ton, e di sa ishte? Nuk e di, një 5 herë edhe më shumë se sa kjo dhoma, ta mbushim plot me thas me tapa. Dhe di që kemi bërë me këto? I kemi shitur tek ricikluesit dhe kemi bler proteza për ata të cilët nuk kanë gjymtyr. Pra kanë bërë një aksident dhe kanë humbur këmbën, janë smur me diabet dhe kanë humbur gjymtyrët, dhe ne kemi dhënë një protezë e cila nuk është një këmbë siç njeriu e ka në të vërtetë, por është një imitim dhe që ata ecin në këmbë si gjithë të tjerët. Pra, është një nisëm e rëndësishme që na ndihmon neve që nga një gest kaq i vogël të ndihmojmë kaq shumë njerëz. Dhe jo vetëm në idenë, sepse ku të çojmë ne këtë shish, këtë tapën në fund fare? Do ta hedhim ke koshi apo jo? Hedhim gjithë, se këtë s'na duhet neve tapa shishes plastike. Çfarë i themi ne njerëzve? Mos ta hedhim, sepse ne përfitojmë nga kjo tapa shishes plastike dhe japim mesazhe që nga gjëra kaq të vogla ne mund të ndihmojmë njerëz dhe tregojmë human dhe të bëjmë gjëra kaq të mëdha. Dhe ka një arsye tjetër. Unë jam i sigurt që ju shëtisni me familjet tuaja, jo vetëm në Tiranë, por edhe vende tjera, dhe shikoni shumë papastërti. Kush i hedhin ato? Kush i hedh ato? Ne. I hedhim ne. Po s'duhet i hedhim ne, se bëjmë pis ambientin. Unë prap ju pyes juve ke shtëpia juaj, kur konsumoni një çokoladë apo një diçka, çfarë ju mendoni? A i hidhni atë plerën aty në mes të shtëpisë?
Ç'a do bënte kjo? Do bënte një vend pa pastër, që mban ner, që s'është një vend i mirë, nuk rrihet. Kështu është dhe Shqipëria. Pra ju kur shkoni me familjet tuaja kudo, nuk duhet i hidhni mbeturinat në çdo vend, sepse e bëjmë pis. Sepse në ditën tjetër do shkojmë ne aty, ditën tjetër do shkoni prap ju. Dhe ne do duhet ta mbajmë pastër ambientin dhe prandaj është ky mesazhi tjetër, që ne të mbajmë pastër ambientin, jo vetëm kur shkojmë tek stadiumi jon dhe kërcejmë aty, pra kemi flamurit dhe luan Shqipëria me skuadër tjetër dhe ne themi kush nuk kërcen nuk është shqiptar, o hedhe patriotizëm shumë i madh. Por jo, patriot do të thotë që ta duash vendin, edhe jo vetëm në stadium, por edhe kur je në shkollë që të sillesh mirë me shokun dhe shoqen e klasës. Patriot do të thosh ti dëgjosh prindërit. Patriot do të thotë që nesër kur ju të keni përgjegjësi shumë mëdha që të jeni deputetët, të jeni doktorët, të mos ta shisni profesionin tuaj dhe të mos jeni njerëz që shiten dhe blihen për para. Pra, kuptojeni këtë. Patriot do të thotë ta duash këtë vend pa hile. Po, Kera. A je i lumtur me këtë punë? Jam shumë i lumtur me këtë punë. Është puna më e mirë që unë mund të bëja. Pra, të qenit gazetar është maksimumi im. Nuk do bëja dot asnjë punë tjetër. Pra, të jem zëri i njerëzve të pambrojtur, të jem zëri i njerëzve të pafuqishëm, të jem zëri atyre njerëzve që nuk kanë zë të bërtasin, për mua është nderi më i madh që po bëj në jetën time. Pra, unë e theksova, unë trajtoj çështjet e shëndetësisë dhe aty ka shumë njerëz të varfër nga e gjithë Shqipëria që nuk kanë shërbime siç duhet. Dhe unë përpiqem për te gazetarit, se unë duhet vetëm të raportoj, por unë përpiqem t'i ndihmoj ata. Pra, çfarë ata kanë nevojë, nëse nuk kanë para për të bërë operacionin, të bëhemi disa miq dhe t'i ndihmojmë. Pra, ideja është që të gjithë ne profesionet tona nuk do duhet t'i përdorim vetëm për të mirën tonë, materiale që është të fitojmë sa më shumë lekë dhe kaq. Jo, ne duhet të ndihmojmë dhe të tjerët. Duhet të ndihmojmë edhe shokët dhe shoqet tona të cilat ndoshta nuk e kanë mundësinë ekonomike sa të tjerët. Të mos i paragjykojmë, të mos i bullizojmë, të mos i ofendojmë, por të sillemi mirë me të gjithë njerëzit, sepse vetëm kështu do ta bëjmë Shqipërinë më të mirë. Do bëjmë një ndërtërkitje për nismën e etapave, se është vërtet një nismë. Mund ta organizoni edhe këtu. Dhe këtë do thoja, ne do të bëjmë bashkëpundim me shumë kënaqësi që të bashkëngjitemi në të gjitha nismat që ke bërë. Do të falenderoj personalisht sepse e kam ndjekur atë që ke bërë me pjesën e etapave dhe pjesën profesionale të denoncimeve që ke bërë, por thash do të gasmoj pak më poshtë për ato. Vërtet faleminderit që ndihmon njerëzit që nuk kanë zë, sepse gazetaria e fortë është ajo gazetari që përçon zërin atij që nuk flet dot. Nuk flet dot se nuk i japin mundësinë që të flasi. Do flasim pak dhe për patriotizmin në poshtë, sepse Dari Fut ka një shprehje për ta lidhur me atë që the, që bëje vendin tënd një vend të denjë për të jetuar në të. Do t'i bëj pak më poshtë pyetje, të lëm dhe disa pyetje kalamaj. Po, Owen. Kush ka dhënë shtyrsën e parë për të bërë gazetar? Ka qenë një dëshirë e imja dhe do ju jap një mesazh shumë të rëndësishëm. Këtu ka qenë një dëshirë e imja që i vogël që unë të bëhem gazetar. Sepse më pëlqente të lexoja, më pëlqente të kuptoja, ndiqja lajmet, zihesha me vllajin se vllai donte kuklla, vllai im është pak më i vogël, edhe unë doja lajme. E kupton, një në moshën tuaj që do lajme. Doni kukulla apo jo? Filma vizatimore e tjerë. Unë doja lajme, zihesha me vllajin, ai thonte kukulla, unë lajme, ndërkohë fitoja unë se bënim mazhorancën në shtëpinë tonë sepse votonim ne, domethënë edhe fitoja unë. Dhe më pas filloi ta ushqeja këtë ëndrrën time duke e parë veten se si mund të jem unë një gazetar dhe se si mund t'i shërbej unë shoqërisë ku ne jetojmë. Kam lexuar shumë, jam përpjekur maksimalisht dhe në momentin më maksimal kur erdhi koha që unë do duhet vendosja, familjarët e mi nuk ishin fort dakord që unë bëja gazetari, se thonin që është një profesion që të lodh shumë, duhet punosh shumë, ke përplasje, duhet bësh luftra dhe doni një profesion tjetër. Por unë vendosa diçka që të ardhmen time dhe profesionin që unë dua të bëj do ta përcaktoj vetë. Pra do jem unë ai i cili do duhet përcaktoj të ardhmen time për një gjë që unë dua ta bëj dhe ua këshilloj dhe juve. Zgjidhni ato profesione në të ardhmen kur ju nesër të zgjidhni që vërtet i keni me pasion dhe doni t'i bëni.
qoftë avokat, qoftë gazetar, qoftë politikan, qoftë kryeministër, qoftë, po një kryeministër i mirë, qoftë nuk e di, shkencëtar, qoftë doktor, qoftë infermiere, çdo punë që ju do doni që të bëni nesër, apo edhe profesionalet, edhe guzhinjer, edhe nuk e di, çfarë do pune që juve keni pasion të bëni. Po, dhe dy pyetje, dhe pastaj kaloj profesori ke pyetje se ka dërguar shumë pyetje edhe prindrit, sepse Osmani është një personazh i cili nga dita në ditë zgjon shumë kurreshtje. Dhe kanë shumë interes njerëzit të dinë kush jeti në vërtetë. Dhe unë do bëj zërin e tyre, atë që ti e bën për njerëzit, jam i detyruar ta bëj unë sot me pyetje drejt për drejta. Po, Denzel. Në çfarë televizioni punoni ju? Unë punoj në televizionin News 24. Është një televizion informativ që 24 në 24 transmeton vetëm lajme dhe ngjarjet më të rëndësishme që ndodhin në Shqipëri. Për shembull, e keni ndjekur ju nga shtëpia juaj protestën që po ndodh në Tiranë? Ku e keni ndjekur? Televizor, po, News 24 është një nga ato televizionet e cila jep protestën nga fillimi deri në fund. Po, Ploj. Sa vjet ke që je gazetar? Unë kam filluar gazetari në vitin 2013. Sa vite i bie? 13. 7? Bëje prap llogarin. Pra kam filluar në 2013. Jemi në 2026. 13 vjet 13 vite kam. kemi me gazetarin. Osman, çfarë të bën një patriot mirë dhe ku dallohet patrioti i Facebookut dhe i rrjeteve sociale, patrioti i stadiumit me atë patriotin që i bën gjëra pa u shfaqur. Pra i bën me zemër. Po unë e theksova dhe e deklaroj, domethënë që në Shqipëri kemi shumë nevojë për modele të mira, për modele njerëzish të cilët vërtet tregojnë se duan këtë vend pa hile. Pra shumë duan ta shfrytëzojnë, e kam një fjalë, ta mielin në kuptimin më maksimal të mundshëm, duke e vjedhur, duke abuzuar, duke e shfrytëzuar dhe duke lënë një pjesë të popullsisë aty të varfër për bukën e gojës. Dhe të lësh një kom për bukën e gojës do të thotë që ti ke kontrollin më maksimal tek ata njerëz, sepse ti ke në dorë punën e tyre, ti ke në dorë të ardhmen e tyre, shëndetësinë, arsimin, çdo gjë, një vend pune. Dhe është e trisht që në Shqipërinë e vitit 2026 akoma njerëzit nuk mundet dot të ndërtojnë dot një të ardhme të tyre me djersën e ballit, sepse rrogat të cilat janë, mundësitë ekonomike apo nuk e di çfarë ndodh në Shqipëri, të pamundsojnë ty të ndërtosh një familje. Disa të ri ka sot që nuk ndërtojnë dot një të ardhme, nuk ndërtojnë dot të blejnë dot një shtëpi sepse çmimet janë në qiell e nuk munden dot të zhvillohen apo dhe të plot marrin kredi se rrogat e tyre nuk i justifikojnë. Sa fajtor është media për këtë? Fajtor media është po gjëra në Z. Tani, sa fajtor ti je pjesë e media, sa fajtor është media që njerëzit këtu po promovohen, po e marr të mirëqen atë që thoni ju. Media është pjesë e problemit. Sa fajtor është media? Media është pjesë e problemit. Unë jam gazetar dhe po e them, media është pjesë e problemit sepse media në Shqipëri po u shërben vetëm interesave politike dhe interesave financiare të pronarëve të tyre, kaq. Është pjesë e problemit. Je gazetar, çfarë ke bërë ti për ta ndryshuar këtë? Je Atëherë, pjesë e sistemit. Prandaj unë si gazetar kam vendosur që rrjetet e mia sociale, Facebook, Instagram, TikTok, ti vendos në shërbim të kauzave publike. Për shembull, në rrjetet e mia sociale, vetëm në Facebook, në 90 ditët e fundit, unë kam një aktivitet prej 12 milion shikimesh. Pra 12 milion shqiptar të cilët hyjnë në profilin tim në Facebook për të farë atë çfarë unë publikoj. Çfarë publikoj unë? Unë publikoj se si është gjendja nëpër spitale, se si është situata me njerëz të caktuar të cilët janë të varfër, se si çfarë po ndodh me protestën në ditët e fundit që po ashtu ka pasur censurë. Pra, që do të thotë, edhe pse unë mund të kem situata të caktuara apo kolegët e mi, situata ku mund të censurohen, ti patjetër mundesh të gjesh dritare për ta dhënë atë që ti do duhet të japësh. Pra që të thuash të vërtetën tek publiku. Unë në median time nuk kam pasur të paktën probleme për të thënë gjërat që unë mendoj, por ama ka shumë të kolegë të mi, të cilët në mediat ku punojnë nuk munden dot të tregojnë
dhe të deklarojnë atë çfarë ata shikojnë dhe do duhet të raportojnë. A ke pas ndonjëherë frikë? Frikë asnjëherë. Mund të jetë shumë ma cilësojnë si problematike këtë gjë, por frikë nuk kam nga asgjë. Dhe prandaj unë luftoj për këtë vend. Dhe përpiqem maksimalisht të bëj më të mirën për Shqipërinë. Nuk e nga asgjë se beson ke idealizmat e tua dhe ke te fëmia jot I brendshëm, apo nuk ke frikë se nuk je pjesë e hierarkive që mund të korruptojnë? Unë kam besim tek vetja ime, kam besim tek Osmani që jam, nuk kam për të korruptuar kurrë, nuk jam korruptuar kurrë dhe s'do pranoj kurrë të jem pjesë e asnjë lloj agjende të caktuar e cila shkon kundra Shqipërisë apo në disfavor të asaj çfarë unë besoj. Paraja për mua nuk ka asnjë lloj vlere përveç se do punoj për të jetuar, por që unë të shes dinjitetin tim, që është gjë e më e rëndësishme dhe më e çmuar për mua, nuk do të ndodh kurrë dhe këtë ua sugjeroj dhe juve kalamaja. Pra mos e shqisni veten sepse do ju vinë oferta nesër për punërat që ju do bëni, por mos toleroni asnjëherë. Dinjiteti juaj është mbi gjithçka, mbi çdo pasuri dhe mbi çdo gjë që ka kjo botë. E bukur e këtyre regjistrimeve është që këto qëndrojnë. Ti je profesionist, kjo nuk është që këto qëndrojnë. Ne nuk po na ndjekin vetëm fëmijët dhe unë pyetjet po t'i bëj për ata që janë pas asaj kamerës aty. Ata mund t'i kenë pyetjet më të mëdha në zë, se nuk do korruptohesh kurrë. Po e përsëris edhe një herë, çdo gjë që ne themi këtu nuk personifikon linjën kurrikulare apo mendimin e institucionit. Është një mendim I pavarur dhe çdo pyetje që vjen është për ta bërë gjithëpërfshirës të gjithë komunitetin e ndjekësve të institucionit, po dhe ata që na ndjekin, nuk na ndjekin, janë pjesë e brendshme apo nuk janë pjesë e brendshme e institucionit. Ditët e fundit do të flasim për një temë të nxehtë. Ditët e fundit je bërë pjesë e një proteste, pra në Shqipëri po bëhet një protestë, e cila ka nisur nga një problematik e cila është bërë ndërkombëtare. Pra, ka shkuar përtej Shqipërisë. Pra, një ngjarje e cila ka shkuar përtej Shqipërisë. Tani aty është pjesa ku kur sa përmendet emri Osman Stafa vin pyetjet më të shpeshta. Pyetja e parë, kush e organizon protestën? Protestën e organizojnë të gjithë qytetarët të cilët dhe rinia, të cilët janë të lodhur nga çfarë ka ndodhur në Shqipëri në 36 vite, sepse kjo politike e cila drejton Shqipërinë nuk ka lënë vetëm një rrugë, vetëm të largohen, ose do duhet pastaj të bëhen pjesë e një administrate shtetërore e cila gjatë gjithë kohës duhet bëj like, share, comment në faqet e ministrave dhe për këtë arsye këta të rinj të cilët janë një gjenerata Z cilësohen, nuk janë dakord për mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri me korrupsionin, me vjedhjet, me shpopullimin e me çdo gjë tjetër, e për këtë arsye janë ngritur në protestë. Ta thjeshtoj, është gjenerata Z. Pra ta bëjmë sa më thjesht, flasim thjesht fare. Unë thjesht po flas. Është gjenerata Z. Përse duhet ata që na ndjekin dhe pse duhet të besojnë ty që është gjenerata Z dhe nuk duhet të besojnë kryeministrin e vendit I cili thotë që pas protestës ka hije. A ka hije pas protestës? E dua shkurtimisht. Po, jo. A ka pas protestës agjentura? A është agjentura greke? A është agjentura iraniane? E tjerë që po janë përveç agjenturës iraniane, greke, ruse, ka tjetër? Nuk e di. Janë alienët, marsianët kanë zbritur në tokë, ata të cilët kanë ardhur nga universitet të tjera, të gjithë bashkë po vendosen kundër Shqipërisë sepse duan që Shqipëria, ky vendi aq I madh në globin tonë, të mos ndërtohet në një zonë të mbrojtur. Edhe kështu ka ndodhur gjithë kjo historia, por duhet kuptoni vetëm një gjë, pas kësaj proteste janë shqiptarët të mirë, gjenerata Z të cilët kërkojnë një Shqipëri më të mirë. Pra për prindrit kjo përgjigje, meqense e kanë merak, patjetër, po fëmijët nuk e kuptojnë shumë këtë. Jo, fëmijët, e lëm fëmijët. Jemi po flasim për ata që na ndjekin nga Time Media Podcast. Po, pra përveç se marsianët unë theksova dhe alienët të cilët janë në Shqipëri dhe po luftojnë fort, domethënë që janë hije dhe po frymëzojnë studentët, do duhet kuptojnë që a ka korrupsion në Shqipëri? A punojnë dot në administrat pa like, pa share, pa comment, pa bërë fresk dhe pa shkuar me detyrim në përtakimet që bën kryeministri? A ka shpopullim në Shqipëri? Kur shkojnë nëpër spitale, a marrin shërbim? A ka ilaçe? A ka pajisje? Çmimet çfarë niveli janë?
pse qytetarët e Pogadecit, të Librazhdit dhe Prenjasit shkojnë në Maqedoni për të bler ushqime, për të bler naftë dhe për të shkuar tek shëndetësia e tyre, pse Dibra shkon në Maqedoni për të bler ilaçe, për të bler ushqime dhe për të bler naftë, pse Tropoja dhe Kuksi shkojnë në Kosovë për shëndetësinë, Gjakov dhe Prizren për të bler aty ushqime, për të bler naftë dhe shëndetësi, pse Gjirokastra, Korça dhe Saranda shkojnë në Greqi për ushqime, për naftë edhe për shëndetësi, pse Shkodra shkon në Malë të Zi për të njëjta gjëra. Pra, a i blen dot një çift i ri apartamenti në Tiranë, dhe nëse kjo përgjigje është që jo, pra që jemi në rregull dhe i bëjmë gjitha në Shqipëri e tjerë, po pastaj janë alienët, iranianët e kushdo tjetër. Pse ndodhi tani? U mbush kupa. Kush ka drejtues, ka emra që Nuk ka emër, janë shqiptarë të gjithë. Janë gjithë shqiptarë. Do të ketë një kokë protesta? Duhet ta ketë një kokë të cilët jo, unë jam një shërbëtor dhe informues dhe një person i cili do që kjo të bëhet. Unë jam në fushën e gazetarisë dhe mendoj se bëj mirë aty, mendoj unë, pastaj gjykimin e japin qytetarët që na ndjekin dhe e vlerësojnë ata se si është e gjithë situata. Unë jam një person i cili dua të jem në opozitë me çdo që vjen në pushtet në Shqipëri. Nëse do ta kërkojnë shqiptarët, njerëzit që kanë dalë në protestë, nëse do ta kërkojnë, do jesh ti një nga drejtuesit e protestës? Më besoj se protesta ka një qëllim. Ka një synim final. Në momentin që ka një synim final, do duhet që këta njerëz përfaqësohen nga dikush. A je ti një prej tyre dhe nëse do ta kërkojnë, a do ta merret ti përsipër të ishe një prej tyre? Shqipëria ka plot dje me vajza të cilët janë patriotë vërtet, nga këta që unë tregova dhe fëmijëve që e duan këtë vend, patjetër që ka shumë njerëz, sepse një person këtë vend nuk e bën dot. Pra kemi ikur nga i kulti i individit, se kemi provuar 45 vite, po e provojmë dhe këto 36 vite. Nëse do drejtohet Shqipëria e re që e thon protestuesit, nuk duhet të drejtohet më nga një individ, por duhet të drejtohet nga shumë individë të cilët e bëjnë punën e tyre me ndershmëri dhe patriotizëm, e cila është një nga ndjenjat, do a them fëmijëve këtë, na e kanë luftuar fort idenë e patriotizmit, që është një gjë e kaluar, i përket shekullit kaluar. Jo, patriotizmi është tek secili individ dhe unë e theksoj, është tek ajo që ju ta doni kombin tuaj, Shqipërinë tonë, në përditshmërinë tuaj për ditë, duke mos hedhur mbetjet dhe plerat në rrugë, duke mos shajë njëri tjetrin, duke dëgjuar prindërit, duke respektuar njëri tjetrin, sepse vetëm kështu mund të ngrejmë në një shoqëri të mirë, të respektueshme dhe që ta ndihmojmë njëri tjetrin, sepse një shoqëri e mirë përkthehet në një Shqipëri më të mirë. Si është Shqipëria e re që ëndërron ti si Osman? Një Shqipëri pa korrupsion dhe pa vjedhur politikanët Shqipërinë dhe duke mos lënë njerëzit të cilët janë të varfër, janë të pamundur atje që mbeten dhe ata në shpresë shqiptarëve. Smuret një fëmijë që është një hall i madh që bie mbi familje dhe shpresa është tek shqiptarët me GoFundMe. Po nuk u bëj GoFundMe, ai fëmijë përfundon keq. Pra, unë dua një shtet social, dua një shtet demokratik, i cili të ndihmoj mua kur jam keq. Të mos ketë pensione që unë nuk kaloj dot muajin. Të mos ketë rroga që unë nuk ndërtoj dot asnjë gjë. Të mos ketë çmime të larta të cilat unë nuk mundem dot të blej, nuk e di, me 20.000 lekë nëse në X ko bleja X gjëra, tani blej 2 gjëra apo 1 gjë. Që janë gjëra minimaliste. Është e mundur të bëhet kjo? Po patjetër që është e mundur, ka vetëm një rrugë. Vetëm mos vjedhin, mos korruptohen. Kaq është shumë e thjeshtë. Nuk e kemi shpikur ne, se ne nuk po kërkojmë Shqipërinë e re të shpikim rrotën. Ne po kërkojmë që të kemi individ që nuk e vjedhin. Si është e mundur që ti, Kalamaja, dini, pra nëse unë po ju them juve që shiko se sa shumë Shqipëria është e vjedhur, pra që nuk kemi shëndetësi, nuk kemi arsim, nuk kemi shumë gjëra, te kryeministria është ndërtuar një kopësht Eden ose kopshti i parajsës. Nuk ka asnjë vlerë publike, por është ndërtuar me paratë tona. Pra, po e zëm kështu, unë jam pa shtëpi sot, nuk kam shtëpi unë sot, dhe blej divanet. A ka kuptim? E njëjta gjë. Pra, kryeministri jon, teksa nuk kemi shëndetësi, nuk kemi shumë gjëra,
me shpopullimin shumë të ri, pra që janë më të mëdhej se ju, nuk kanë shpresë Shqipëri dhe ikin, kërkojnë punësim, kërkojnë të ardhura, kërkojnë shumë e shumë gjëra, nuk a jep shteti jonë, por shteti jonë e ka mendje të ndërtoj kopshtin netën 4.3 milion euro. E disa para janë? Janë shumë para. Dhe si kjo, ka shumë të tjera. Për këto drejtoju kamerës, nëse drejtoj kalamar. Jo, po a shpjegova. Unë kryeministrin nuk e kam këtu dhe jam i detyruar të bëj avokatin e djallit në kuptimin pra që duhet të flasim për atë unë ty përballë kam ty. Nëse do kisha kryeministrin përballë, ai mund të thotë një variant tjetër të kësaj. Është fakt publik, nuk ka variant tjetër. Pyetja është tjetër e drejt për drejt është, sa do zgjasë protesta? Ka një element që unë besoj se gjithë në ne do duhet ta kuptojnë. A ke pasur një person familjen tënde me smundjen e kancerit? Shqyr zotit jo, po. Mos bëft zoti. Por unë po të them që nënat dhe motrat shqiptare, cilat vojnë nga kanceri, nga një smundje shumë e rëndë, nuk kanë një pajisje që quhet brakiterapi në QSUT, tek spitali onkologjik. Dhe në mungesë kësaj pajisjes, këto nënat dhe motrat tona shkojnë drejt fundit pa kthim. Dhe ky është një fakt publik, nuk ka nevojë të kesh kryeministrin për ta pyetur. Dhe unë po të them që nga ana tjetër, ke një kryeministër që 4.3 milion euro i çon për një kopësht privat, që e shijon vetëm ai me lekët tona, tuat dhe të mijat, e gjithë shqiptarëve. Dhe po ta them që në kuptimin më të vogël është absurditet. Pra është qesharake, është makutëri, është vjedhje dhe nuk ka nevojë të kesh kryeministrin për një fakt i cili është publik, është fakt. Nuk e kanë punat pajisjen. Dhe me këto pse nuk janë çuar shqiptarët në momentin. Po janë çuar pra, sepse është artikuluar dhe shëndetësia aty. Kam bërë një betejë 5 vjeçare dhe kam kuptuar që ata të ri që unë mendoja se nuk kishin informacion çfarë ndodhte në Shqipëri, kishin informacion dhe kishin dëgjuar çdo gjë. Sepse kemi parajgjykimin që ky brez i ri është një brez që nuk interesohet për problemet, s'do t'ia di, nuk di asgjë, i din të gjitha. Unë thua që kjo protestë nuk është zvërneci. Patjetër që jo. Shkon për te zvërneci. Po patjetër që po. Tani deri ku do shkoj protesta? Protestuesit tonë deri në dorëheqjen e kryeministrit. Dorëheqja e kryeministrit. Nëse kryeministri nuk jep dorëheqjen. Po. Sa do vazhdoj protesta? E vendosin protestuesit. Ka shumë pjesëmarrës në protestë? Unë mendoj se pamjet do i kesh parë dhe ti. Sot janë 2000 veta. Ti numëroj. Në qoftë se kryeministri jep dorëheqjen, çfarë ndodh me protestën? Pastaj kryeministri, nuk e di, të bënë deklarata nga më të ndryshme që ne kemi shëndetësinë më të mirë në Europë, kemi qendër e kemi sipas te? E drejta e kryeministrit, unë jam këtu për të pyetur. Jo po të pyes don ty. E drejta e kryeministrit. Po ti je qytetari i këtij vendi, prekesh dhe ti. Po këtu jam në një pozicion që nuk mund të flas si qytetar i këtij vendi. E drejta e kryeministrit është të bëjë mbrojtjen e tij. Drejta e kryeministrit është të trajtojë problemet e popullit, nuk është të mbrojë veten. E drejta e një kryeministri kur legjitimohet dhe votohet, është të zgjidh hallet e njerëzve, nuk është vendosur atje, nuk është vendosur. Unë kam një kontratë me shqiptarët. Po, nuk është atje kryeministri për të mbledhur një grup njerëzish dhe për të vendosur që në Zvërnec unë dua të ndërtoj një resort që është një zonë e mbrojtur. E kupton? Është një zonë e mbrojtur. Ne kemi 20% territorit në Shqipëri zonë e mbrojtur. 80% këta e kanë ndërtuar, e kanë shkelur, e kanë shkatruar, e kanë bërë unë jug nuk shkoj dot më, se nuk më përballon dot xhepi. Dhe më detyrojnë të ikë jashtë Shqipërisë atje më përballon xhepi. Po pra, po kryeministri thonë që ata që na ngjën, të ngjën ty, më ngjën kryeministrin e vendit. Kryeministri i vendit thotë që atje do bëhet një investim 4.3 miliard, mos jem gabim. Po. 20, 30, 40. Po. Pse duhet të jenë? Ka shumë njerëz që nuk e njohin as flamingo, nuk e njohin as pelikanin kaçurel. Mund mos ta kenë parat e zonë fare, unë vetë kam. Që do të thotë i shkatrojmë. Mund mos ta kenë parë, po jo, mund të bëjmë pyetje në zë. Pse mos bëhet investimi? Po, dakor. Nëse një person, po. Ti je përfaqësues i protestës, unë do të përgjigjem. Unë nuk jam përfaqësues, jam mbështetës dhe raportues si gazetar. Je dhe raportues. Pse? Pra, që një njeri nuk ka qenë diku, nuk do të thotë që ai vend të shkatrohet. Pra, ne aty është, pra, nëse do kesh një të ftuar ti që është një ekspert mjedisi, do të shpjegoj gjëre gjatë pasurinë që ne kemi në Zvërnec, në Nar. Pra, me ato, e keni parë flamingot?
Janë të bukur apo jo? Po, duan t'i shkatroj. Dhe ideja është kjo, që ti bëj investime. Kush t'ka penguar deri tani të bësh investime? Për prindërit kjo. Kush e ka pasur sa vite në kryetar bashkie? Sa mandate? Ka qenë kryeministri? 3 mandate. Si 3 apo 4? 4 se kam mbyllur. Jo, si kryetar bashkie. Si kryetar bashkie nga viti 2000 deri Po. tani 2011. Po, ka edhe tani si kryeministër që është kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit që ai vendos kush do ndërtoj dhe ku do ndërtoj. Pra, a u prit tani që të ndërtohet në vitin 2026 një nuk e di resort i tillë i cili do përveç se do shkatërrojë ekosistemin, por hajtë se po e marrim, po e themi hajtë se s'na interesojnë ata zogjt atje. Pse ti duhet ndërtosh në një zonë të mbrojtur? Ke bërë një ligj ti, me ligj se këta vjedhen me ligj. Bëjnë ligj 2024 që ne të ndërtojmë zonat e mbrojtura. Nuk ndërtohen zonat e mbrojtura, janë pasuria jonë, është pasuria ime dhe jotja. A të vi unë tek shtëpia jote të them, e ke shtëpinë 2+1 ti atë njëshin do ta marr unë? A e marr dot? Jo, nuk e marr dot. Po si, po i përse është pasuria jonë. Po pra, është pasuria jonë pra. Zona e mbrojtur është pasuria jonë. Tek 80% që tjetër të ndërtojnë, të bëjnë me kriter, se është bërë pa kriter. Shkon jug. Çfarë është bërë? Është masakruar jugu. Në aq territorie, nuk kemi sa Greqia që ka 6000 ishuj. Edhe i shet ishujt sipas interesit. Mundit se mund të rrim gjithë ditën dhe gjithë natën bashkë, se Po. ty është shumë kënaqësi të flasësh. Dhe të përplasësh ide. Në qoftë se ju kërkoni edhe 4 pika të tjera. S'ka 4 pika të tjera, ka vetëm 1 pikë. Vetëm 1 pikë, Po. do veçja kryeministri. Po. Kush do bëhet kryeministër? Mund të pyesin njerëzit. Ja iku ky që është, kush do bëhet? Ju s'keni një përfaqësues, po të pyes edhe herë, do ta marrësh ti drejtimin e protestës? Unë mendoj se kjo pyetja, shiko, Është pyetje, shiko, unë kam për detyrë. Po, dakor. Unë kam nxjerrë një sikët për ty, pra kam bërë një njoftim për ty dhe më kanë ardhur po, pyetje. as unë se kam njohur, as unë nuk e kam njohur, edhe ju nuk e keni njohur, edhe sa mirë që se kemi njohur, ka qenë një sistem përpara viteve 90. E keni dëgjuar, keni lexuar, ju kanë treguar prindërit sistemi komunist, diktaturës. Atëherë ka qenë një diktator që quhej Enver Hoxha. Dhe kur ndroi jeta ai, shqiptarët kanë bërë një rrallë të gjatë duke qarë sepse kush do vi pas tij. Është pyetja më anormale që mund t'i bëhet një vendi të caktuar dhe njerëzve të caktuar, sepse jeta e një kombi dhe ardhmja e një kombi nuk mbyllet kurrë me humbjen e jetës së dikujt, por do të vijojë. Që do të thotë, shqiptarët sot, ata që kanë dalë në protestë, por dhe shumë të tjerë që e mbështesin, janë kundër politikës 36 vjeçare në Shqipëri sepse ne kanë hap shumë probleme. Dhe kushdo që të vi, do të jetë më mirë se sa këta. Dhe garantori që do të jetë më mirë se sa këta, do jetë po këta njerëz që tashmë e kanë vrarë frikën dhe duan një Shqipëri ndryshe, që edhe këtij personi që do vi nesër, nëse këtij rreshket këmba dhe kthehet si këta, ata do të jenë aty në shesh për ta rrëzuar edhe ata. Kështu që pyetja se kush do të vi, mund të jesh ti, mund të jetë se këta janë të vegjël, por vëllezërit e motrat apo prindërit e këtyre, një shqiptar i mirë që e do këtë vend. Nëse je ti dhe duhet më thuash aty. Nëse do jesh ti. Unë jam një gazetar. Me shumë kënaqësi do doja ti she ti për gjithë punën që ti ke bërë. Të thash, unë nuk jam i ndaluar të jap mendimin personal tu, sepse jam në tjetër pozicion, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me mendimin personal, për gjithë pasionin që ti ke, për gjithë punën që ti ke, unë jam shumë dakord që këtë vend duhet ta drejtojnë dhe duhet t'i jepet mundësia gjithë njerëzve që e kanë me pasion dhe mbi gjitha me idealizëm ta bëjnë këtë vend një vend mirë sepse është shtëpia jonë. Nëse do jesh ti, duhet ma premtosh aty që ne mbas disa vitesh nuk do flasim për një Osman, ashtu siç ti po flet për mëkatet që ka ky sistem sot. Pra, nuk do t'i ketë qeveria apo sistemi Shqipëria e re nuk do t'i ketë këto mëkate në drejtimin e Osmanit. Unë kam një gjë të shenjtë tek e imja, jam brymosur që i vogël që është fjala fytyra e dinjitetit. Këto nuk i bëj pazar me askënd e kam thënë, nuk është kjo intervista e parë, kjo mbetet e tjerë, por unë si Osman të bëj pazare e të shes kauza e të bëj pis idealizma, idealin e tjerë, sa të kem jetë nuk e bëj. Dhe këtë kam sfiduar këdo. Shqipëria është një vend i vogël, njihemi të gjithë dhe betejë ime është për këtë Shqipërinë, qofsha si gazetar, qofsha nesër nuk e di si një qytetar i thjeshtë i këtij vendi,
unë kam idealizmin tim që është për Shqipërinë. Dhe më rrezikshme se sa të bëhesh i pasur, pra nëse ti je në një pozicion si këta dhe të bëhesh i pasur, ti vjedhësh etj, është pafytyrësia dhe mosmirnjohja. Janë dy nga elementet të cilët nëse një njeri i ka, është një njeri i rrezikshëm dhe që i bën kombit keq. Sa kam jetën 33 vjet sot, asnjë element sikur dal një person që të më thotë që je i pafytyrë apo mosmirnjohesh për diçka. Nuk e njoh këtë, dignitetin tim nuk e bëj pazar me askënd. Uroj mos të mbasë shkurt. Kishte sa pyetje më duket Kalojmë te pyetjet e juaja prap. për ta përmbyllur. Po. A të përndodhe në njërë që të kishim në Iran që nuk ishte aq e rëndësishëm? Po thua që kanë qenë momente vështirë që unë ta raportoja. Ka pasur disa momente, ka qenë Covidi dhe tërmeti i 2019-s, që kanë qenë momente shumë të vështira për mua që kanë për të raportuar. Shumë të vështira. Po, kush ka pyetje tjetër? Po, Erges. Gjithë dy ja mund të pyes. Çfarë shkruan në gazetë? Unë shkruaj në televizionin ku punoj se çfarë ndodh me politikën në Shqipëri, se çfarë ndodh me shëndetësinë në Shqipëri dhe me probleme që përballen shqiptarët. Po, Ylli. A është vështirë? Është shumë qef. Ma beso, është shumë qef sepse ti merresh me problematika që shqetësojnë njerëzit dhe kur ti jep zë dhe i zgjidh, ti ndihesh shumë mirë tek vetë. Unë thua unë kam këtë profesion si mision dhe po ndihmoj njerëz. Po, Vivi. Cili është lajmi që të ka interesuar më shumë? Dhe një lutem? Lajmi që të ka interesuar më shumë. Lajmi që më ka interesuar më shumë, kjo protesta. Sepse po bëhet një gjë shumë e bukur në Tiranë. Po, Wadi. Pse ka shumë fëmijë në protestë? Fëmijë Pse ka shumë fëmijë në protestë? sepse vinë shoqëruar me prindrit e tyre. Sepse kemi edhe bebe, janë nëna të cilat kanë fëmijët e tyre të vegjël dhe shtyjnë karrocat edhe bëjnë gjithatë marshimin e bukur, sepse duan që ta fëmijët kur të rriten mos largohen nga Shqipëria, por të jetojnë në Shqipëri, të kenë të ardhmen për fëmijët e tyre. Po. Dhe ushtofshin fëmijët. Amin. Kush ka pyetje tjetër? Po, Darsën. Kush është viti më i vështirë që ke për të bëvar? Viti më i vështirë. Kanë qenë disa vite më të vështira, ka qenë 2007-a, ka qenë Probleme që të pas? okay, ti që ke një gazetar ti që do bën ke 2007 nuk kam humbur tim atë, kam qenë 14 vjeç, pastaj ka pasur dhe humbje shumë të tjera, por mendoj se më i keq se 2007 nuk ka qenë asnjë vit tjetër. Si e zgjidhni lajmin? E zgjedh lajmin duke parë se cila është ngjarja më e rëndësishme apo më me interes që shqiptarët do duhet ta dinë. Pra, cila është një ngjarje që mbahet e fshehur, por që njerëzit duhet ta dinë dhe unë e publikoj. Po, edhe dy pyetjet e fundit kam dhe unë 5 pyetjet e shkurtra finale se duhet ta lëm Osmanin në aktivitetet e tij. Po. Sa e rëndësishme është të hapësh lajmin të vërtetë? Është 100% e rëndësishme. Ndryshe njerëzit nuk të besojnë, sepse njerëzit e dinë të vërtetën, e dinë çfarë ka ndodhur. Dhe nëse ti i thua njerëzve gënjeshtra, ata do të bëjnë me gishtë dhe do të thonë se ti nuk je më i besueshëm. Dhe një gazetar i cili është i pabesueshëm është zero në këtë profesion. Edhe një njeri që është i pabesueshëm. Vetëm veten nuk duhet ta gënjeni kur. Ka pyetje tjera? Osman, shkurt. Vetëm kush do të bëhet mjek këtu? Kush do të bëhet gazetar? Kush do të hyjë në politik? Asnjë më? Por ju do të jeni brezi që duhet bëni Shqipërinë. Po profesione tjera? Ja, djali atje ka, do të ngriti dorën, ke guxim, bravo. Kush mendon ta ndërtojë të ardhmen e vet në Shqipëri dhe kush jashtë? Pra nisim jashtë një herë. Ju dua fort të gjithëve, të gjithë në Shqipëri. Pra asnjë nuk e ngriti dorën për t'ikur jashtë. Ky brez na duhet. Dhe më besoni fëmijë që kemi një vend shumë të bukur. Ju do rriteni, do ta shëtisni Shqipërinë, do të shkoni në veriun e Shqipërisë, do të lexoni për historinë e Shqipërisë. Ka pasur njerëz të cilët kanë luftuar për atë flamurin ton, kanë dhënë jetën. Dhe ne na takon tani që këtë çfarë ata na kanë lënë neve amanet, ta mbajmë, të mos bëhet pjesë nga njerëz të cilët na vjedhin të ardhmen, na vjedhin mundësitë tona për të jetuar në këtë vend. Prandaj luftoni për Shqipërinë dhe lexoni sa më shumë sepse vetëm kështu do i shërbeni Shqipërisë. Dhe dëgjoni prindërit tuaj, ata nuk ju flasin asnjëherë për keq. Dhe një gjë tjetër, sa më pak në rrjetet sociale.
Po sa më pak, nëse ma premtoni këtë gjë, unë do isha shumë mirënjohës juve, 1 minutazh i caktuar në rrjetet sociale, që ju të merreni e të tjerë në kujdesin e prindërve tuaj, por pjesën tjetër e shpenzoni tek librat. Është gjëja më e mirë që do bëni krenar prindërit tuaj, do bëni krenar vendin tuaj, por do bëni krenar edhe veten nesër sepse do i shërbeni këtij vendi. Është një mesazh shumë i bukur që duhet ta ndërtërkasim. E kemi thënë shpesh që libri është gjëja më e bukur. Dhe fisnikët dallohen nga ajo që zgjedhin. Kush zgjedh librin, krahasimet e tjera i bëni vetë. Pyetje të shkurtra për të të njohur si profil. Pasioni jot më i madh. Të bëj mirë. Gjëja jote më e vyer. Familja. Kritika më e madhe që i bën vetes. Nuk e di, ndoshta që ndonjëherë flas shumë. Po e kam smundje profesionale. Më kuptoni. Flet shumë, po sot ka fol shumë bukur, apo jo? Amaneti jot më i madh që do t'i leje trashëgimtarëve tu. Dinjiteti mbi të gjitha. Çfarë të bën burr? Fjala. Dua një mesazh për të gjithë prindërit dhe gjithë ata që do të ndjekin dhe na ndjekin dhe do ta ndjekin këtë intervistë nga rrjetet sociale. Do ju kërkoja me shumë, nuk e di, jetojmë në një shoqëri ku lajmet e këqija, ngjarjet e këqija, politika kanë mbyllur dhe mbizotërojnë në ekranet e mediave në Shqipëri, por edhe në rrjetet sociale. Do kërkoja atyre që fëmijët sa më pak kontakt me atë çfarë është një fush apo një hapësirë e cila ka shumë negativitet. Fëmijët tanë do duhet rriten me shumë pozitivitet, me libra, duke parë dhe duke u frymëzuar se si ta bëjnë Shqipërinë, jo për t'u larguar dhe të gjenden në forma se si të ikin me shkollim jashtë, apo edhe nëse ikin me shkollim jashtë do duhet të vinë në Shqipëri për të dhënë kontributin e tyre. Dhe gjitha këto mendoj se do na shërbejnë të gjithëve për të pasur një shoqëri sa më të mirë. Dhe unë theksova dhe juve, mesazhi që kam për ju, vetëm lexoni sikur vetëm një faqe në ditë, përpara se të flini gjumë, një faqe. Mesazhi për fëmijët edhe për gjithë të rinj që do të ndjekin këtë intervistë. Edhe për të rinjt. Për të rinjt të mos dorëzohen dhe mos të zgjedhin rrugën e kollajt, atë të ikurit dhe për të bërë emigrant në shtete të tjera. Shqiptari ja del, ku do ta çosh ja del. Ja del kur ikën në SBA, në Angli, në Gjermani, pse mos ja dal këtu, në vendin tonë? Sepse nuk është se s'kemi mundësi, kemi mundësi, por na kanë vjedhur. Ka ngritur një sistem që vetëm ata që konsiderohen si patronazhist apo individ caktuar ja dalin këtë vend. Jo, tu duhet ja dal meritokracia. Individët të cilët mësojnë, përpiqen, investojnë, të jenë aty dhe të jenë ata gardianët e një Shqipërie të re që po artikulohet masivitet nga protestuesit. 2 pyetjet e fundit. E para, pse njerëzit që do të dëgjojnë këtë intervistë mund të kenë njohur për të parë dhe gjithë ata që ndjekin në rrjetet dhe profilin tënd, pse duhet të besojnë ty? Mos më besojnë mua, ti besoj realitetit. Unë nuk po tregoj një realitet ndryshe nga çfarë ata jetojnë përditshmëri. Unë jetoj në realitetin me ta. Unë shkoj në spitale mëngjes për mëngjes sepse duhet bëhem kraj atyre njerëzve që nuk kanë krah dhe nuk kanë zë aty. Sepse shkoj unë publikoj apo ngres zërin për diçka, zgjidhet problemi. Pra, unë nuk po them që unë i blej çmimet më shumë se sa tjerët. Unë nuk po them që po e marr naftën më shtrenjtë se sa tjerët. Unë nuk po them që nuk e di kanë ikur vetëm kushuritë e mi dhe shokët e mi në emigrim, se s'kan shans këtu. Unë nuk po them që vetëm fisi im nuk po gjen punë. Unë mendoj se këto janë që unë fola janë probleme që preken të gjithë. Me aq sa na ke ndjekur, me aq sa me aq sa arritet lexosh, dua një mendim për Time Center ku ishe sot. Unë ndjeva shumë komod edhe ishte shumë qeft isha me juve dhe është një nga ato vendet pra arsimore, vendet që unë kam qenë, se kam qenë goxha i ftuar në për bashkëbisedime me fëmijët sidomos në kuadrin e projektit atyre etapave që unë ju tregova, kishit shumë vëmendje dhe pyetjet ishin shumë të bukura. Ju falenderoj shumë të gjithëve dhe jeni më të mirët. Do bëjmë një ndërtërkitje. Edhe unë një për ju. A u plaqe sot? Patjetër që po. Të falenderoj. Po në mes të protestës, teksa po bëhet nami me protestën, unë gjitha kohë vija
tek ju është një vlerësim që sepse kur të ftojnë fëmijët është e pa mundur që ti i refuzosh. Dhe duke marrë parasysh që është vërtet shumë i angazhuar nga orët e para të mëngjesit deri në orët e vona të mbrëmjes, duhet bëjmë një dorëtrokitje për atë që ne jemi, sepse ka zgjedhur Time Centerin në mes të një aktiviteti që është vërtet shumë i angazhuar. Duhet i themi faleminderit dhe të bëjmë një dorëtrokitje për gjithë. Besoj u knaqe sot. Shumë. Tani, të falenderoj përzemërsisht, jo vetëm që pranove ftesën, Time Center është shtëpia e gjithëve, mbi gjitha Time Center është shtëpia e njerëzve të mirë, njerëzve fisnik dhe njerëzve të vërtet. Por çdo bashkëpunim dhe çdo gjë je i mirëpritur gjithmonë. Faleminderit. Se ta dha mundësinë që të thuash gjithçka dhe nuk u ndjeve i censuruar. Në asnjë moment. Unë nuk censurohem dot, se më censuron dot njeri, kam dhe këtë problemi. Dhe ne kemi një virtytshmëri që duam t'i themi gjërat gjithmonë me vërtetësi, sepse besojmë tek qytetari i nesër dhe duhet të jemi shumë të përgjegjshëm për çdo veprim që bëjmë para qytetarit nesër. Ju falenderoj që na ndoqët, të mësosh kur nuk është vonë, lexoni, dëgjoni, verifikoni dhe pastaj vlerësimin e bëni ju. E vërteta gjithmonë del. Faleminderit dhe miru takofshim në aktivitete tjera. Shumë faleminderit për gjithçka. Faleminderit dhe juve.